Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, ndërkohë është larguar nga studio zotëri Spahio si rezultati i replikimit me kryetarin e komunës së Mitrovicës, zoti Agim Batirin. Befas është larguar nga studio, është hera e parë që ndodh diçka e tillë në emisionin politik, por është gjë një orë për emisione televizive. Natyrisht ne do të vazhdojmë bisedën me të ftuarit. Zotëri Blerem, në ndërkohë po flisnim ne që në fillim të emisionit tha që xhamia në veri realisht përveç si objekt kulti, si objekt religioni, përfaqëson edhe një pjesë në identitet kulturor, fetar të qytetarëve. Ju thani që thatë më herët që Serbia po e përdor këtë si argument që në një kohë caktuar në vimet, dialogut ta përdor si kartë eventuale për të shtyrë proceset, ose që rivitalizimi ose rindërtimi i xhamisë atje të jetë një pikë e veçantë kodër dialogut me Brukselin? Po, ashtu mendoj. Tek e fundit ata luajnë edhe në atë letrën që sa po të bëhet temë në këtë kohë diçka që lidhet me xhamin, me fenë islame, ajo politizohet aq shumë, ajo bën zhurmë aq shumë, sa që argumentet automatikisht do të jenë në anën e tyre që ta mposhtin atë çështjen në arenën ndërkombëtare, që ta paraqesin si diçka thellësisht lidhur vetëm me fenë. Ne tham këtu që kjo nuk guxon asesi të reduktohet vetëm në aspektin religios, por xhamia e Ibrit është shumë më shumë. Ata luajnë edhe në letrën që ka ndodhur edhe më herët, për shembull në Republika Srpske, në Bullgari shumë më herët, që edhe të zhduken gjithçka çfarë lidhet me etninë, të cilës nuk po dojnë t'i bëjnë vend aty. Xhamia e Ibrit është një pengesë e tillë, ajo prapë se prapë do të tregonte se edhe historikisht, po edhe tani veriu i Mitrovicës ka përqindje të jo vetëm të shqiptarëve të besimit musliman, po edhe të goranëve, nëse s'gaboj, të bosnjakëve, sidomos të bosnjakëve. Mirë po, unë prapë po them që më erdhi keq që dikush nga ekipi negociatori i Brukselit, po do të theshte këtu, ne kritikat e shumë, e mora vesh që kemi të probleme sepse shumë probleme që lidhen edhe me këtë që po debatojmë, janë probleme që janë shtruar nga ekipi negociator. Për shembull, unë do ta pyesja zotriun këshilltarin e Myftiut, a është pyetur, a është marrur në konsultim Myftiu apo Bashkia Islame kur do të qoftë që kanë biseduar për këtë çështje kaq të ndjeshme. Kur i përmenda strategjinë, po të punoshim me strategji, atëherë ne nuk do t'ju përgjigjeshim pale serbë kur t'na hedh probleme në tryezë, po do të ishim proaktiv tek e fundit e drejta historike, edhe pse jemi popull i vogël, drejta historike është në anën tonë. Ne do duhet të ishim ata që ngrisim gishtin në Bruksel. Pavarësisht sa folklorike tingëllon kjo, po ne jemi ata që kemi të drejtën të diktojmë. Edhe me këtë rast unë nuk e di, sinqerisht nuk e di, a është konsultu Bashkia Islame lidhje me këtë çështje Po, urdhë. Është vërtet e madhe se rënimi dhe shkatrimi i xhamisë së Ibrit është një nga 218 plagët e gjithë besimtarëve muslimanë dhe Bashkisë Islame që i ka përjetuar gjatë luftës së fundit. Edhe kjo plagë vazhdon të rrjedh akoma dhe është akoma e freskët dhe lëngon në shpirtin e gjithë besimtarëve kudo që jemi në përgjithë Kosovës, pa dallim etnive, qofshin bosnjak, turq, shqiptar apo goran apo të tjerë. Është vetëm një xhami që ne akoma që nga pas lufta e këtej nuk kemi arritur ta restaurojmë dhe të rindërtojmë. Edhe asnjëherë që nga pas lufta e këtej nuk janë ndalur përpjekjet tona të vazhdueshme për kërkimin e rikthimit dhe rindërtimit të asaj xhamie. Në fillim kemi pasur obstruksione, s'po them obstruksione, mirë po dhe ndalesa nga vetë prania e ndërkombëtarëve e KFOR-it, nga që është zonë e rrezikuar, siguria nuk mund t'ju ofrojmë siguri për rindërtimin e saj, edhe më i zëshme edhe më optimisti që ka qenë, do thot, për rindërtimin e kësaj xhamie ka qenë komandanti Bühler dhe kam pas nderin që në ato takime t'jem edhe pjesë e delegacionit Bashkisë Islame për të biseduar
për të parë mundësitë dhe rindërtimet e asaj xhamie. Mirë po në fund, mas gjithë atyre bisedimeve, gjithë atyre takimeve që kemi pasur, qoftë edhe me faktorin ndërkombëtar dhe me faktorin relevant vendor, duke përfshi këto edhe në bisedime që kemi pasur edhe me Kishën Ortodokse Serbe, në fund, pastaj kemi marrë se nuk është një vendim politik edhe që nuk varet nga ne, mirë po shpresojmë se një të ardhmet të afërt edhe do realizohet. Sa i përket çështjes së dialogut në Bruksel dhe negociatave që po zhvillohen atje për revitalizimin e urës së Ibrit dhe lidhjes së qytetit, ne kemi ofruar gjithë mbështetjen tonë arkivore që kemi pasur, dokumentacionin, fotot edhe kopjet e planet edhe certifikatet e pronësisë për pronën tonë dhe kemi qenë shumë të qartë dhe kemi qenë shumë decisiv se çështja e xhamisë për ne është e panegociueshme. Edhe nuk do të lejojmë në asnjë çmim dhe asnjë mënyrë që mbi të bëhet diçka ose të ndërtohet diçka që nuk është me pëlqimin tonë. Edhe kjo është si një edhe një bojnë dy, si Zoti që është një, ne jemi nuk do të ndalemi së punuari që ta rikthejmë xhamin aty, ta rikthejmë edhe ezanin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në atë xhami. Kam pas nderin edhe kënaqësinë që kur kam qenë në medresant i ri, kur vizitoja shokët e mi nga Mitrovica, kam thirrë ezan në atë xhami dhe i kam premtuar edhe imamit të fundit që është akoma në jetë, mullam Milazim Jasharit, se edhe i do ta fal aty namazin e parë, do ta rindërtojmë atë, edhe unë me emrin e Zotit do ta thras ezanin, sikur që kam thirrur edhe para luktës në atë kohë, do ta thras ezanin Muhammed Mustafa në atë vend. Ne nuk kemi çfarë negociojmë për këtë. Është çështje, sikur e përmendët edhe ju, se e drejta historike është në anën tonë, e drejta e pronësisë është në anën tonë, dhe këto janë të drejta që janë të mbrojtura me gjitha ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Prandaj ne nuk kemi ata që negociojmë për këtë. S'kemi pse të negociojmë. Për asnjë çim nuk kemi pse të negociojmë. Duke marrë parasysh edhe se xhamia e Ibrit është një xhami e veçantë, sikur e përmend, simbolika e saj nga që ajo ka edhe disa emra. Pikës pare quhet Haxhi Ali Kërxha, nga që ai ka qenë imam i parë në vitin 1880 deri në 1918 ka qenë imam. Pastaj ka qenë Hafiz Ishak Ramazhiku, pastaj ka qenë imam Hafiz Mulla Hyseni ka qenë, edhe i fundit është Mulla Melaim Jashari, që ka qenë prej 72-s deri me djegjen e saj. Përveç asaj quhet edhe se xhamia e Ibrit për shkak të lumit, edhe quhet edhe xhamia e bosnjakëve, nga që me shpërnguljen e bosnjakëve pas aneksimit të Bosnjës nga Austro-Hungaria, shpërnguljes së bosnjakëve dhe përqendrimit të tyre në pjesën e veriore të Mitrovicës dhe shpërnguljes së muhaxherëve nga pjesa e Toplicës edhe e Nishit, është banuar ajo dhe ka filluar edhe që emërtohet edhe lagja e bosnjakëve. Do thotë është ka një simbolik shumë dimensionale, jo thjesht vetëm se një xhami e thjeshtë ose një xhami mahalle, mirë po ajo është simboli edhe ka qenë ndoshta edhe fortesa dhe kalaja e fundit e besimtarëve shqiptarëve, gjithë besimtarëve muslimanë në pjesën veriore. Nga që në vitin 1985 është shkatruar edhe xhamia e Kara Hasan, 1985 është shkatruar një xhami, ka qenë funksionale deri në luftën e dytë botërore, më pastaj është ndruar destinimi nga sistemi komunist, është shndruar në depo, mirë po 1985 definitivisht është shkatruar dhe ka qenë në pjesën më veriore, do thotë ka qenë në qendër të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës. Edhe pastaj ka ngel dikon si çështje negociata apo fare superman. Jo, ajo çështje do thotë është xhamia është rënuar në kohën e komunizmit. Do thotë se në atë pjesën veriore kanë qenë 3 xhami, gradualisht janë shkatruar të tria, do thotë e fundit ka qenë xhamia e Ibrit, si fortesa e fundit e prezencës shqiptare edhe bansës. Prandaj ne jemi shumë të qartë në këtë temë, do thotë nuk kemi pse të negociojmë ose të bisedojmë për diçka për punën për çështjen e xhamisë, edhe ne në asnjë çmim nuk do të heqim dorë nga kërkesa jote. Faleminderit kryetar. Pjafruhemi gradualisht fundit, zoti Spahiu largua goxha demonstrativisht nga studio në replike sipër me ju. Po njëri që nuk ka argumente ku të flet është problem dhe me qëndru këto. Do të me pas argumente të akuzojsh dikon tradhti kombëtare. Unë nuk po du më merr në ato pikat tjera të marrëveshjeve që kanë bërë në Bruksel, se s'kam qenë pjesë e tyre.
sepse gjithë cili ka pas pjesë të veta. Por këtë pjesën e marrëveshjes la është për revitalizimi i urën, kufit administrativ dhe xhamis, jam kanë këç edhe jam japi argumente për çdo kënd që i intereson. Po të thuash të opinionit që në pjesën e parcelës të Bashkisë Islame po marrohet fush tenisi, kjo s'ka koment. Poenta e gjithë diskutimit ishte edhe fakti që fare çështja e xhamis në kuadër të projekcionit të ri të projektit për revitalizim të urës. Kjo është revitalizimi i urës, po thash edhe një herë. Bashkimi Evropian nuk mbaron as kisha as xhamia. Kuptum. Jo, nuk është për ajo, se Bashkimi Evropian tani po merr restaurimin e disa kishave, ka bërë restaurimet kishave, kështu që restaurimet kishave megjithatë nuk ka problem, se xhamati jo, ne jemi të gatshëm me ndërtuar, ne japim po kërkojnë donacione prej tyre, vetëm ne japim lejet na sigurojnë. Por veç ndoshta më ju përgjigj që tha a ka biseduar dikush me Miftin. Po, kam biseduar 10 herë. Vetëm Miftin i tregon. Edhe sot deklaroj. President Meftin. Po edhe me Bashkinë Islame që është në Mitrovicë. Dhe kemi biseduar për këtë gjë gjatë për zgjidhjen e problemit të çështjes së xhamisë. Unë i falenderoj ata dhe gjithë qytetarët e Mitrovicës, po të Kosovës, po edhe Meftin, që nuk na kanë ngritur tensione me realizuar një projekt i madhor i cili është Bashkimi i Qytetit. Dhe unë tash pyes çdo kënd që është kundër kësaj marrëveshje. Ama ofër jemi marru xhamin tanit, a kur i kemi pas barikadën me tonelata rër, kur i kemi pas këforën me tenkate, gjemba, polici, dhe nuk dishëm se a jemi në Evropë, se Kosova i përket Evropës, a jemi... Ajo është çështje emergjente, ajo është situatë kur e jashtë zakonshme. Nuk është emergjente, për shembull prej luftës së deri në këto. Janë prit 15 vite. Nuk është emergjente mund të bëjë 1 javë, 2 javë, 1 muaj, 3 muaj. Mirë, do të se përdorë mirë, po është e jashtëzakonshme. Derisa ushtat janë në jemi të shkue hap pas hapi në rregullimin e gjitha çështjeve ndërnacionale, por edhe ato fetare, por edhe ato kulturore, por edhe ato zhvillimore. Unë shpresoj që do të ndodhë si po thoni ju dy, jo si po them unë këtë rast. Ne çdo herë, mesin e pak hera kam qef që të këtë dyshimi im, kjo frika ime për problemet që do të kemi për rindërtimin apo po i themi ndërtimin. Ndërtimin, nga që është shkatruar e tëra, do të thotë. Xhamisë së Ibrit, unë kam dëshirë kësa here dyshimet e mia mos me pas kur farë. Do të kem parasysh edhe një pengesë tjetër që kemi pas, nga që është përflit, është përfol shumë aty se në vendin e xhamisë ka dhe varreza masive, pastaj do thotë kjo ka qenë ndoshta edhe një prej aty në obstruksioneve që ka kriju ndoshta edhe politika serbe se për ta vënu edhe për ta do thotë largu këtë çështjen e rindërtimit të xhamisë. Mirë, se jemi në fund kryetar, nëse mund të konstatohet që prona e Bashkisë Islame të Kosovës që është e destinuar për ndërtimin e xhamisë, nuk është cënuar dhe është mbrojtur ashtu siç thatë. Kur mund të llogaritin qytetarët e Kosovës, më konkretisht qytetarët e Mitrovicës, të asaj zone, në ndërtimin e xhamisë? A do të jetë një fazë e re e negociatave me pjesën e komunës së Mitrovicës së Veriut, a do të diskutohet një gjë e tillë në Bruksel? Dhe a pritni, a shehni të lashe? Natyrisht, po themi që është shumë më lehtë se sa ka qenë negociesh në kodrë të rrethonave të reja gjeofizike, të rindërtimit, gjelbrimit, gjithmonë është më mirë negociesh në prezencë drojnëve, gjelbrimit, të porçeve, se sa në prezencë të rërës, barrikadeve dhe të ushtarëve, si ta Blerimi. Por si e shehni procesin në vëimësi, sa mund të marrë kohë afërsisht me gjithë këtë përvojën tuaj në negociata, ndërtimin e xhamie në një pjesë që siç e tham është mjaft delikate realisht dhe mund të jetë një pengesë dhe mund të interpretohet edhe si pengesë, si për lenës provokim etnik realisht në për lenës cilës, për ndërtimet në cilës ne do të detyrohemi të aplikojmë në komunën veriore, apo ndoshta ka ndonjë klauzulë. Besoj në këtë drejtim. Jemi në fund kryetar. Janë dy gjëra që ne kemi para pa. Mas pare,
për pronat që janë djegur nuk nevojitet leja. Se ka qena aty. Nuk është diçka që po marruat e ri. Teknikisht është kjo, me planin është kjo. Por ne kemi bërë një kërkesë. Për të jetë ne po Bashkia Islame, që ju ka drejtua edhe kryetarit komunës, edhe drejtorit të urbanizmit, edhe zyrës e BE-s administrative në veri. Dhe ata nuk i kanë këthy përgjegje. Neve nuk po na gutët derisa është çështja e revitalizimit të Durrës dhe zgjedhjen e sipërfaqes saktësisht aty ku është pjesa e tyre. Tajti kemi dy rrugë. Në sigurisht duhet me biseduar, sepse prej bisedime nuk kom kërkosh kurrë. Për mos bisedimeve dhe ka kaluar koha e demonstrimit të dhunës, jo, tajt vetëm me dialog, vetëm me paqe mundëm i qu proceset përpara. Ne do të jemi të pandalshëm, shumë të fuqishëm në tavolinë, dhe unë i kom thonë edhe qytetarëve. Lemni të qetë që unë të jam i fuqishëm, të më ndihmoni që të jam i fuqishëm tavolinë. Çdo demonstrim, çdo mjet i dhunës, të largon për çështjeve të civilizimit, të largon për dhuna s'është opcion. Absolut. Dhuna s'është opcion. Prandaj lemni të shkoj hap pas hapi. Qytetarët e Mitrovicis po i thon po gjithë Kosovës. Por edhe analistët e të tjerë. Lejomni të shkoj hap pas hapi, po thonin në kapacitetin në kryetarit të komunës së Mitrovicës, jugore, apo si pjesëtar i ekipit negociator në Bruksel. Në cilin kapacitet po thonë? Unë po fol me dyjat. Për arsye se ndëgja. Çështja e revitalizimit të Durrës është edhe pjesa e një kryetarit komunës, sepse i don unën përgjithë. Po. Por, çështja e delegacionit që e kom përfaqësuar qeverinë e Kosovës në këto negociata, për revitalizimin e Durrës, sepse e kom ditë shumë më mirë gjërat të cilat i preku çdo herë dhe më rrit me to. Edhe pjesën administrative dihet se cili jeton dhe ku ka tokën e tyre, sa jetojnë atë pjesë. Kështu që lemni të hecemi përpara dhe mos krijojmë huti dhe mos krijojmë folklorizëm në atë aspektin që unë jam më i madh apo më i vogël. Lëne e keni zgjedhur një kryetar komune të cilën tavolinë shumë i fuqishëm dhe po i çon proceset që po duken përpara. Kjo është aja kërkesa ime qytetarëve dhe unë po ju them diçka dhe po ju garantoj se keni me të kanë të kënaqur edhe ju dhe ne edhe Bashkia Islame. Po unë s'kam banor Mitrovic. Faleminderit që ishit në politikë, faleminderit që ishit politikë sonte në Tribuna Channel. Natyrisht ne gjena iki shumë pa paralajmëruar. Është gjithsesi çështje individuale gjithsesi që në kuadër të diskutimeve publike, në kuadër të trizave televizive. Natyrisht nuk është e hishme të braktisës një studio televizive në formën që bëri Spahiu, por është çështje ndërgjegjës gjithsecili. Gjithmonë kur flitet për politikë, flitet për ndërgjegjës veprimet janë jashtëzakonshme. Më vjen keq që u larguan atë në formë, por më vjen keq edhe se su shpjeguat tërësisht se ato që ka thonë, më duket të thash se është krejtësi është gënjeshtër. Megjithatë, ne gjeshtë i njohur për këto gjëra, ashtu që ne gjithmonë do t'ja falim, të nderuar shikues. Faleminderit që ishit sonte në politikë, biseduam për një temë të aktualizuar së fundi, që është xhamia më e vjetër e Mitrovicës, një ndër xhamitë më të vjetra në Kosovë, xhamia Ibrit, siç u tha sonte, dëgjuam shpjegime edhe nga kryetari i komunës, edhe nga përfaqësuesi i Bashkisë Islame, prona e Bashkisë Islame, prona në cilën ka qenë ndërtuar xhamia, realisht nuk është prekur, ka qenë pjesë e bisedimeve të Brukselit, natyrisht për destinimin e saj të ri, për një leje dhe për fillimin e ndërtimit të punës së xhamisë, kryetari i Batirit nuk mundi të na jepte sonte afate të caktuara, por garantoj që një gjë e tillë do të ndodhë. Ne do shihemi prapë të njëjtën deri atëherë, mirëmbëjtje.